Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues të Euronews Albania dhe unë kam kënaqësinë që në këtë pjesë të këtij emisioni të na bashkohet gazetari Blerim Hyseni nga Kumanova e Maqedonisë së Veriut. Blerim, të falenderoj që na u bashkove. Gjithashtu ju falenderoj dhe më lejoni që uroj për hapësirën që jepni për shqiptarët në Maqedoni dhe zhvillimet politike këtu. Është gjithmonë kënaqësi dhe detyrë mbi të gjitha, por përpara se të vazhdoj me zotin Hyseni, me Blerimin, doja që të shkoja sërish tek doktor Amabaja për ta përfunduar çështjen që po diskutojnë të protestave që po zhvillohen në sheshin Slavia në Beograd. Zoti Amabaja, si e shihni ju këtë energji përballë apo përkundrejt administratës dhe presidentit Vučić dhe partisë së tij dhe grupeve financiare dhe jo vetëm që e mbështesin atë? Siç thash në fillim, ajo tashmë është vënë nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik për pushtetin e Vučićit. Më lejoni që të rikthehem sërish te opinioni i publikuar dje te Fox News nga ana e Vučićit. Përveç tjerash, ai nënvizon, duke u ndjeri sigurt natyrisht se garën për mbajtjen e pushtetit e ka të sigurt, Serbia, shprehet ai, i ofron Shteteve të Bashkuara thellësi strategjike, stabilitet politik dhe një qeveri të orientuar drejt zbatimit. Për çfarë zbatimi është fjala, ai nuk e thot, por gjasat reale janë që nga fundi i opinionit ai bën thirrje Shtetet Bashkuara të Amerikës të konsiderojnë mundësi hapësirën serbe për investim të kapitalit amerikan, duke marrë në konsiderate dhe pozicionin geostrategjik dhe lëvizjet geopolitike në rajon, atëherë është e qartë se kemi të bëjmë me një përpjekje të re të Vučićit tashmë për të orientuar Serbin drejt aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do të hanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë karrem, mbetet të shihet. Paralajmërimet duket se janë se nuk do të binë në këtë kurs të Vučićit. Po, edhe një ndërhyrje, ju folët për kontrollin nga ana e Moskës të kësaj lëvizjeje dhe fijet që tërheqin ata në Beograd. Por, vetëm pak ditë më parë, Aleksandr Dugin deklaroi: Vučići po përpiqet të ulet në dy karrige në mënyrë poshtruse. Kjo nuk është politik, ky është prostitucion gjeopolitik. Rusia nuk ka nevojë për miq gjysmak. Kush nuk është plotësisht me ne, është kundër nesh. Dhe jo vetëm Dugin, por edhe shërbimet inteligjente duket sikur janë të pakënaqur dhe duket sikur rrethi ose më saktë litari përreth qafës së presidentit Vučić bëhet gjithmonë më i trash. Po, prandaj vjen ky opinion, siç e thash. Orientimi i Vučićit tashmë është që të shkputet nga ndikimi rus dhe të marrë garancione të fuqishme nga administrata e Donald Trumpit që ai të vazhdoj pushtetin në Serbi dhe t'jetë palë, si thush, strategjike, pra për këtë depërtim në thellësinë strategjike të rajonit, me bindjen se kështu po i shkputet ndikimit të Rusisë. Prandaj, betejë e lëvizjes studentore do t'jetë relativisht e ashpër. Nuk përjashtoj mundësinë që fillimi i vjeshtës ta sjellë Serbin buz luftës civile nëse jo drejt luftës civile të pashmangshme. Po, Blerim, duke qenë se ju jetoni në Kumanov dhe e njihni gjeopolitikën e Ballkanit mjaft mirë, dy pyetje të shpejta. E para, cila është përshtypja juaj për këtë rifillim të ri të lëvizjes studentore dhe si po përjetohet ajo në Maqedoninë e Veriut? Në Serbi kam fjalën. Po, me thënë të drejtën, në Maqedoni jo që ka pas ndonjë jehon të madhe protesta e studentëve serb në Beograd. Dhe kjo ndoshta për arsyën e vetme sepse deri tani vitin e fundit që ka ndodhur në Vojvodin herën e fundit, kur edhe filluan protesta studentore,
ka pasur disa tentime, disa protesta dhe qëllimi I tyre nuk është arritur. Prandaj edhe mediat nëse shikon në Maqedoni gjatë ditës së sotme kanë qenë lajme I 7 apo I 8 në edicionit informative dhe jo që ka pasur ndonjë jehon të madhe kjo protestë. Po kjo ndoshta ka edhe një arsye tjetër për shkak se pushteti aktual në Maqedoni është fort I lidhur me pushtetin e Vučićit në Beograd dhe ndoshta sikur tentohet që edhe këto protesta të mos I jepet hapësirë. Po, më duket se kemi një problem teknik derisa regjia ta trajtojë. Disa vjeçari Vučićit në Serbi po I vjen fundi. Po, Beni, të njëjtën përsa I përket gjeopolitikës në raport me Serbinë, kemi e përmendi mos gaboj zoti Ramabaja deklaratën e zonjës Marta Kos, e cila I ndërpreu fondin e rritjes me një shifër të konsiderueshme, deklaratën e saj në Universitetin e Freiburgut, kur I kërkon Vučić të mos qëndrojë më në dy karrige, erdhi koha ta njësoj politikën e jashtme. Deklaratën e zotit Dugin nga njëra anë, por edhe shqetësimet që ka Moska zyrtare, ndërkohë që presidenti Vučić tenton nëpërmjet qoftë Izraelit blerjes së armëve, por edhe me mesazhe të tilla apo letra të tilla si kjo e botuar në Fox News, të afrohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë tregon kjo për ju? Që të jemi sinqert për diçka. Duke ditur bazamentin kulturologjik të tij, të paktën nga deklaratat, intervistat dhe paraqitjet e tij, duke pasur parasysh mënyrën dhe trasen ku ai ka futur Serbinë, kemi realisht një lider për serbët I cili nuk e justifikon dot as staturën e tyre nacionaliste që e kanë gati në antropologjinë e tyre, kanë pjesë përbërëse, po nga ana tjetër, problemi shumë të madh të përballjes me realitetin me mundësitë e Serbisë. Dhe zoti Vučić e ka marrë inercia shumë e madhe e të themi përpjekjeve serbe për integrimin dhe e dyta përpjekja e tij për të qenë një lloj lideri në Ballkan. Të dyja këto nuk u realizuan për një gjë të madhe. Me staturën që ka zoti Vučić, mund bëhesh të paktën protagonist vetëm me zotin Rama, por të dy treguan që me atë lloj protagonizmi falës që kanë treguar në Europë, kudo më shumë janë kthyer në personazhe grotesk se sa realisht I kanë shërbyer vendeve të tyre dhe integrimi edhe I Serbisë dhe I Shqipërisë më shumë është merit e shqiptarëve dhe serbëve, nuk është e politikanëve të tyre. Por duke ardhur realisht ke zoti Vučić, ti mund ta trajtosh shumë mirë atë personazh kur them ti, jo juve personalisht, por një individi që e shikon nga larg, thjesht duke parë vëzhgimin shumë interesant të ideologut kryesor të Rusisë, Dugin. Gjykimi ti, dhe mua më vjen shumë mirë që ju sollët, gjykimi ti parcial, I ashpër, nacionalist, por tek e fundit I vërtet, ne duhet mësojmë me realitetet të tilla, tregon realisht që këtij njeriu I ka ardhur fundi. Fundi I ciklit të tij në pushtet. Por problemi më I madh është që ky fund, për fatin e keq të këtij konfuzioni shumë të madh mental, organizativ që kemi në Ballkan, nuk e shtyn dot drejt fundit. Unë për shembull nuk shkoj dot deri ke lufta civile që mund të ndodhin në Serbi, por jam I sigurt që amullia serbe do të vazhdojë, për arsyen e vetme që nuk mund të vazhdojë dot me këtë lloj korrupsioni kaq të madh sa që kanë ata dhe me një element tjetër. Jo thjesht meritokracia, por korrupsioni që është në atë vend është I pamat në këto moment. Vetëm t'ju them një element prapë duke përmendur Expo. Më shumë se gjysma e fondeve të njërit për aktiviteteve ose aktivitetit më të madh të historisë të ish Jugosllavisë dhe të Serbisë në këtë moment janë informale. E kupton? Dhe ky është aktivitet ndërkombëtar, me renome ndërkombëtare. Llogaritë kur ti e bën në këtë aktivitet të tillë, dhe këtë duhet t'ia faturosh zotit Vučić se ai e ka marrë në kurizë, ti arrin të gjykosh edhe për të gjitha hapat e tij. Problem shumë I madh është që duke pasur një vend si Serbia,
neve do jemi një rajon që do kemi vështirësi shumë të mëdha, vështirësi integrimi, vështirësi komunikimi dhe mbi të gjitha vështirësi ekonomike. Dhe njerëz të tillë nuk u bën përshtypje se është ajo shprehje e famshme që apre mua. Pas meje, u bëf qameti. Blerim, doja që të pyesja për atë aktivitet apo atë miting, atë protest që është zhvilluar pikërisht në Kumanov në orën 11 nga një shoqat me qendër në Shkup, por e dirigjuar nga kryeministri aktual Ivan Stoiljković në mbrojtje, në mbështetje të presidentit Vučić pikërisht në një ditë si kjo. Doja të pyesja si e peti këtë aktivitet dhe cilat ishin mesazhet më të rëndësishme që u theksuan pikërisht në Kumanov, në një vend delikat për sa i përket balancave etnike në Maqedoninë e Veriut? Unë mendoj që vetë organizimi i protestës ishte një mesazh i qartë për opinionin këtu në Maqedoni, por edhe atë sado që protesta ishte minore, njerëz ishin të pak të cilët u grumbulluan, intonuan këngë të cilat patriotike, të cilat përfshin normal Kosovën nga protestuesit, ishin të veshur disa edhe me shajkaqen e njohur serbe, ndërkohë që incidente nuk ishte në këtë, për shkak se numri ishte shumë i vogël i protestuesve dhe disa portale të afërta me Stoiljkovićin referuan menjëherë para se të mbajë tubimi informacione se Stoiljković nuk do të marrë pjesë në këtë tubim. Si zakonisht siç bëjnë politikanët serb, gjuajnë guri dhe mshefin dorën. Pra unë mendoj që kjo protest ishte dështuar, por mesazhi i saj sigurisht që është dhënë se në Maqedoni kemi një politikë e cila nuk dallon shumë nga politika serbe dhe se janë të njësuar kur janë në pyetje në veçanti shqiptarët dhe do të kisha thënë edhe një element tjetër që edhe kur janë në pyetjet në pyetje integrimet, thuaj se avash edhe Maqedonia po shkon drejt rrugës së Vučićit, duke mos qenë interesuar të shtyjë këtë proces përpara, por duke ngritur në opinion nacionalizmin në veçanti atë Maqedonas. Dhe kjo po reflekton pastaj edhe në ngritjen e nacionalizmit shqiptar, për shkak se po preken çështjet të cilat Serbia nuk ka arritur që t'i prek në Kosovë, ndërkohë që në Maqedoni, maqedonasit po arrin që të ngrejnë gjakrat ndëretnike duke prekur në çështjet e identitetit kombëtar shqiptar këtu. Pra, bota serbe në veprim në Maqedoninë e Veriut, doni të thoni me fjalë të tjera? Po, kjo nuk është më e mshefur, për shkak se edhe faktorin ndërkombëtar thuaj se e thot këtë çështje në mënyrë ndoshta jo edhe të zëshme, por vëren jo vetëm nëse merrni në 2 vitet e fundit që është formuar kjo qeveri, delegacionet të Bashkimit Evropian janë shumë të rralla në Maqedoni, por edhe delegacionet të shteteve të tjera përveç zotit Orban dhe delegacioneve hungareze që derisa ishte ai në pushtet. Pra, konfirmohet tani më se Maqedonia po rrëshqet në një politikë të botës serbe. Dhe kjo nuk do as nuk ka as edhe një dilemë, për shkak se Zanadas kryeministër, siç thamë edhe mbrëm në emision, Zanadas kryeministër të Maqedonisë e kemi zotin Stoiljković, i njohur jo vetëm për opinionin shqiptar maqedonas e serb, por i njohur edhe për opinionin ndërkombëtar me veprimtarinë e tij të dertanishme pro-serbe. Doktor Ramabaja, doja opinionin tuaj, ju lutem, për sa i përket pikërisht kësaj proteste që u zhvillua në Kumanov në mbështetje të presidentit Vučić në një kohë që brenda vendit ai po ballafaqohet me ndoshta një nga protestat më të mëdha. Dhe si e shihni ju këtë shtrirje të kthetrave serbe brenda territorit të Maqedonisë së Veriut, e cila deri 2 vjet më parë ishte një nga shtetet më të suksesshme për sa i përket integrimeve europiane? Ç'është e vërteta ka qenë lexim jo real i procesit të ecjes së Maqedonisë së Veriut drejt integrimeve europiane, sepse edhe para 2 vjetëve, edhe para 4 vjetëve, pozicioni i Maqedonisë në raport me qytetarët e vet, me shqiptarët e kanë fjalën,
nuk ka qenë më i mirë se sa është sot. Ndërkaq rikthimi i Maqedonisë i VMRO-s në pushtet çuditërisht prodhoi lidhjen e shkputur më herët në raport në linjën Shkup-Beograd. Dhe Kumanova ka qenë dhe mbetet zona neuralgjike e interesit serb, edhe për pozicionin e saj strategjik. Nuk ishte as pak i rastësishëm provokimi që u bë me njësi speciale në lagjen e trimave në Kumanov, duke krijuar predispozita që shqiptarët të shpërngulin nga Kumanova. Të krijohet pikrisht zona tampon që do t'i krijonte lidhjet e natyrshme mes zonës slavo-macedone dhe Serbisë. Meq elementi shqiptar atje shkput këtë lidhje që pretendohet ta krijojnë. Ndërkaq protesta atje është provokim më shumë ndaj shqiptarëve dhe një sinjal që bota serbe tashmë ka shtrirë efektin e vet, jo në Kumanov, por në Shkup, që është e vërteta më shumë, sepse Kumanova fundi fundit është një qytet i vogël me pak mundësi reale për përballje, por Shkupi zyrtar tashmë është në nështruar agjendës politike të Beogradit. Dhe në këtë pikë përgjegjës duhet ta nënvizoj, përgjegjëse është Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare. Absolutisht jam dakord, zoti Ramabaja. Po Blerim. Për hir të së vërtetës, nga viti 2024, kur u instalua pushteti në Maqedoni, VMRO DPMN e Vlet, për euron integrime flitet gjithnjë më pak. Për dallim nga para vitit 2024, kur Maqedonia arriti që të nënshkruajë marrëveshjen e Prespës me Greqinë, të zgjidh një çështje që kishte të bëjë me çështjen e emrit për 2 dekada e gjysmë që nuk arrit të zgjidhet dhe u zgjodh çështja e emrit dhe Maqedonia u bë antare e NATO-s, edhe pse një numër i madh i qytetarëve maqedonas ishin kundër këtij ndryshimi të emrit vetëm për antarësim në NATO. Dhe është e padiskutueshme se pozicioni shqiptar në këtë qeveri nuk arrin, partitë politike shqiptare në këtë pjesë e kësaj qeverie nuk arrin të imponojë politikat e saj euroatlantike. Sa për shembull, zëvendës kryeministër për eurointegrime kemi një shqiptar. Dhe ai nuk e di deri për brenda këtyre 2 vitesh ka qenë një herë apo 2 në Bruksel. Pra, në Maqedoni tani më nuk flitet për eurointegrime, por partitë shqiptare kanë rënë në grackën e VMRO-s dhe jo të Tiranës, sepse VMRO zgjedhjet i fitoi me platformën e saj, duke thënë se ne do ta kthejmë emrin e vjetër dhe se ne bullgarët nuk do të bëjmë ndryshime kushtetuese për shkak se këtë e kërkon fqiu bullgar. Pra, bashkimi edhe përkundër kësaj, Bashkimi Evropian disa herë në deklarata publike ka bërë të ditur se kjo çështje nuk është më çështje bilaterale mes Shkupit dhe Sofjës, por është obligim i marrë që lidh drejt për drejt rrugën e Shkupit zyrtar drejt Bashkimit Evropian. Dhe në këtë mes nuk ka se çfarë pret Maqedonia në Bullgari të mbahen këto zgjedhje apo ato zgjedhje. Ja tani kemi shumicën në Bullgari dhe kemi një qeveri stabile. Prap shohim se deklaratat dhe ministres jashtme bullgare ishte e qartë se çështja me Maqedoninë nuk ka të bëjë, nuk është çështje bilaterale, por është çështje mes Shkupit dhe Brukselit. Por fatkeqësisht po them, partitë shqiptare nuk arrin të imponojnë agjendën evropiane për Maqedoninë. Edhe një përgjigje për këtë temë që preku Blerimi, zoti Ramabaja, përpara se t'ju falenderoj. Ne, siç unë nuk e dhash rastësisht se përgjegjës për këtë dështim të politikës shqiptare në Maqedoni është Tirana zyrtare dhe Prishtina, sepse s'kishim koordinim. Ne kishim bredhur me idenë e Ballkanit hapër dhe i humbëm disa vite.
Ndërkaq aktualisht për aq kohë sa VMRO-ja nuk ka presionin e Tiranës dhe Prishtinës zyrtare, luan me politikanët tanë Maqedoni atje. Unë nuk i bëj përgjegjës as Vlenin as BDI-n, e bëj përgjegjës Tiranën dhe Prishtinën. Ishit shumë i qartë, zoti Ramabaja, dhe ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe kontributin tuaj të hyrë në këtë emision. Ju falenderit për ftesën. Miropafshim. Falenderit, fundjavë të mbarë. Ben. Unë mendoj diçka tjetër, që do jetë gjithmonë e vështirë që Tirana zyrtare, Shkupi zyrtar dhe Prishtina zyrtare të kenë bashkëpunim me njëra tjetrën. E dini pse? Sepse në kujtesën Kur duhet të ndodhte pikërisht kështu duke qenë vende antare të NATO-s, me NATO-n brenda, vende që kanë interes të përbashkët, emërues të përbashkët, integrimin evropian. Jemi shqiptar, interesat tjetojnë mirë. Absolutisht. E dini pse? Sepse në kujtesën e shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Shqipërisë, të shqiptarëve të Shkupit dhe të Maqedonisë së Veriut në përgjithësi, është akoma mentaliteti i shekullit të dikurshëm, një shekull më parë, kur hapësira jonë ishte ndarë në 4 vilejete. 2 vilejete janë teritorit e sotme të Shqipërisë, Janina, Shkodra, Kosova dhe Shkupi. Çka duhet të them me këtë? Po të shikoni me kujdes, mentalitetet e të treja kryeqyteteve shpeshherë ndryshojnë jo thjesht sepse nuk i kuptojnë këto gjëra, po sepse janë të paqarta për interesin e individit shqiptar. Dhe dini cilat janë pasojat sot në kohën që ne po flasim. Përballjet e akademive respektive tona hasen me probleme pafund me njëra tjetrën për identitetin e tyre. Dhe flitet për çështjen shqiptare. E dini që e kanë të vështirë që të bëjnë një enciklopedi të përbashkët dhe llogaritën e pastaj të shkojnë në çështje etike. Qartë. Do të them po e flas për pjesën mentale dhe pastaj për pjesën etike kur interesat janë të dukshme. Prandaj rrjedhin këto gjëra dhe prandaj në kohët tona është e dhimbshme që nuk ka më njerëz si Ukshin Hoti, si Arben Xhaferi, ose të paktën individ në Shqipëri që mund të bënin ndryshime. Qartë. Blerim, edhe një pyetje të fundit, ishe shumë i qartë në interpretimin tuaj, por si e shikon ecurinë afatshkurtër të raporteve ndëretnike mes maqedonasve dhe shqiptarve në këtë situatë vërtet inkandeshente, do thoja? Pa asnjë dilemë them se në marrëdhënie ndëretnike në Maqedoni mund të krahasohen me marrëdhënie të ndëretnike ndoshta gjatë konfliktit të vitit 2001. Tensionet ndëretnike dhe e dini ju se në çdo institucion sot shqiptarët në Maqedoni të punësuarit shqiptar ndeshin me presionin nga më të ndryshmet. Përveç kësaj, duke dashur që VMRO DPMN të ruaj platformën e saj nacionaliste, tenton që me çdo kusht të prek edhe ato të arritura që ishin nga marrëveshja e Ohrit. Dhe këtu prek palcën e çështjes shqiptare e shqiptarëve në Maqedoni, siç është çështja e gjuhës. Dhe është shumë e thjeshtë. Dhe unë në disa debate edhe me maqedonase kam thënë, shqiptarët gjithmonë kanë respektuar gjuhën maqedonase. Dhe maqedonasit asnjëherë nuk e kanë bërë këtë. Kur erdhi momenti dhe u miratua edhe ligji me gjitha të vështërsi që u miratua ligji i gjuhës shqipe në vitin 2019, tendencat pas një periudhë pas 7 apo 8 vitesh, tendencat për të eliminuar këtë ligj, për të abroguar nga gjykata kushtetuese, tendenca për të heqja e balancuesit i cili ishte një mekanizëm mbrojtës për majorizim dhe çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë, të cilat ndoshta për një shqiptar të Shqipërisë apo të Kosovës janë sot të paimagjinueshme, por ne ndeshemi çdo ditë me këto çështje. Dhe prandaj u them se marrëdhëniet ndëretnike, nëse vazhdon ky kurs politik, sigurisht që ashpërsimi i marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni do të vinë gjithnjë e më shumë në rritje. I dashur Blerin, falenderoj shumë për kohën dhe pjesëmarrjen në këtë emision.
Gjithashtu, ju falenderit, sukses. Falemderit. Ben, shumë falemderit që ishe me mua në studio. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, falemderit për vëmendjen dhe miru